Ndërpriten punimet për projektin e Muzeut Hebraik Shqiptar, gjithçka për shkak se ai ka shfaqur probleme në themelet e ndërtesës. Burime pranë grupit që po zbaton projektin, thanë për televizionin 6+1 Vlora se godina ish klubi Labëria ka probleme në bazamentin e saj, që nuk lejon mbajtjen e peshës dhe ndërhyrjes mëtej në këtë ndërtesë. Ky problem ka sjellë dhe shembje të një pjese të trotuarit aty pranë. Si kundër shihni nga pamjet, punimet janë ndërprer dhe gjatë kësaj të premteje, aty nuk po punohej. Muzeu Hebraik Shqiptar është një projekt i rëndësishëm për portofolin e kulturës dhe të ekoturizmit dhe do të luajë një rol të qëndësishëm në rihetësimin e qendrës historike të qytetit të Vlorës. Sipari këtij lloji, ky muze do të funksionojë si një qendër kulturore, do të vendos një standard të ri për institucionet muzeore në Shqipëri, duke përfshirë aspekte të tilla si administrimin, arkitekturën, ekspozitat dhe edukimin. Koncepti i muzeut parashikon krijimin e një muzeu të shekullit të 21, i cili lidhet ngushtësisht me vendodhjen. Njerëzit të cilët kanë banuar aty pranë, si edhe ata të cilët banojnë aty aktualisht. Ai synon të jetë një hapësirë mikpritëse dhe gjithëpërfshirëse, jo vetëm duke qenë i arritshëm fizikisht, por edhe në stimulimin intelektual. Ky muze ka si objektiv të shndërrohet në një destinacion për turistët, një burim krenarie lokale dhe një mënyrë për të u rilidhur me trashëgiminë e tyre historike për hebrejt shqiptar. Muzeu do të ketë dritë mbi traditat e solidaritetit dhe humanizmit, të cilat janë të rrënjosura thellë tek shqiptarët, dhe do të paraqes lidhjen e jashtëzakonshme midis shqiptarëve dhe komunitetit hebre nëpër botë. Por tashmë që punimet janë ndërprer, nuk dihet se kur ato do të rifillojnë dhe se si do të zgjidhet çështja e problemeve në themelet e ish-godinës së vjetër. Gjasat janë që një grup specialistësh të mbërin për të parë nga afër situatën dhe për të vendosur se çfarë do të bëhet më tej me këtë investim. Nuk është çudi që të kërkohet edhe shembja e godinës ekzistuese, por kjo gjë do të kërkonte edhe më shumë fonde, si dhe zbatimin e një projekti thuajse nga e para.